mushet me një ty, ma bëj veç me sy, goca ka Tirana plot, fiksim të kam ty. Më mirë kjo se sa goca si ty, dorë si ka plot. Kjo është më soft. Më sup. E me ti që dëgjon këto muzikat e si quhen elektronike, a nuk të vjen t'ja bësh kështu sa po dëgjon Në elektronikë ja jep bjerë supit. Si është supi në elektronik, shë? E njëjtë sup? E mikson. Mirë se erdhët në këtë episod të ri të Pamanua. Nuk duhet jemi shumë klub pra se jemi drejt fundit. Jemi drejt fundit. Të sezonit. Të sezonit, ose Fundi tonit. Fundi jonë ka ardhur me kohë, e shtym jetën, ose e tërheqim, varet. Mendoj që tani në verë, Megli, duhet jemi, kemi thënë, kemi rilindur, na ka ndryshuar povi, mënyra si e shohim jetën. Nuk është fundi, është thjesht fillimi. Patjetër. A bët bardhëzi ky momenti? Dhe me një muzikë aty në son dhe bën Gjesi këtë bësh. Si jeni? Mirë. Që ka ndodhur në një Puna interesante? keni qelë studio njërë me të verdha. Faleminderit shumë. Nuk e di nëse vihet re, po mua më është zvogluar pak shala. Vërtet është, po vërtet. unë mendoj që nëse ta themi e për ditë të marrim sysh. Jo, ma thuaj s'ka problem. I do pësuar shumë. I do pësuar Blerta. Jo, se di që më ndodh kur më thonë që i do pësuar filloj dhe fus burger, pastaj kështu mos ma thuaj. E pra, Me që nga më dopsuar ka shumë sa po vjetë re qa bëri një burger. Më tregoni gjën më interesante që ka ndodhur në 2 javët e fundit se cila. Në 2 javët e fundit. Unë isha në Malta. E morën vesh. Dhe thash, do ikja atje dhe do shoh për në një të huaj, sepse si kemi diskutuar për para të episodit që unë s'do merresha kur me një të huaj, thash, është momenti, Malta është full me rini. Thash, do dalin ndonjë i huaj të paktën thjesht ta njohim, e kupton? Do ti që kishte pa fund të huaj. Dhe unë prap kërkoja për një kokcep shqiptar. Edhe aty. Trapez. Një trapez. Të thërret gjaku. Femra ime të thërret gjaku. Nuk e di pse s'më pëlqente asnjë. Doja një kokcep, nuk kisha mësuar me ato lloj race. Doja një ndryshe. Derisa e gjeta. E gjete? Ja, gjete në mes të Maltës trapezin. Rastësisht. Kështë dynet të sheshia. Se, do thonë ju pse do e shpeshjeti atë. Po e shjes ishte me Nike Tech në klab, dhe kupton? Me tuta? Ishte me Nike Tech në klab? Në me Malta? Po, vetëm poshtë. Shumë shpirt. Komplet? I zi, po. Edhe thash... Ka qenë spaço, e me shumë si. E thash... Ky është ndryshe. Ky duket ndryshe. Ky është fiks nga gjithë që unë po kërkoja. The chosen one. Pa, edhe unë nuk po e flisë, se normalisht... A ishte i gjatë i hollë? Po ishte i gjatë, jo nuk ishte i hollë, se pak i mbushur. Jo shumë i mbushur. Kishte tatuazhe? Nuk e parë, sepse, si do thash, ishte kostum. Se hoqi... Nuk e hoqi kur. Atë sipër? Jo, të dhe ke banaku. Pra mendova që kishte hequr atë sipër dhe e lën aty atë bluzën me kapuç. Ka lidh kështu poshtë. Po, nuk e hiqte, e kishte mbyllur deri këtu, nuk e hiqte. Ai ishte vetëm apo shkruar. Jo, ka shku me tuta në klab, ka më keq. Dhe hyn te ke banaku sikur ishte e tija, po, e thashun ky është garant shqiptar, po e mendoja, po nuk i fola, thash, po do i flasi vetë, kupton? Kur po zbiste nga shkallët, kur po zbrisja, më tha, a vashta se mos na bia, se kur dhe mbaja andalin pasat qaj cunat. Qie? Të njifte! Dem! Po ti shqiptar? Jo, malazez, shef. A i ndërkohë të seksion e komenteve çdo javë. Me këtë prerje. Ndoshta. Po, më tha, nuk të bëj follow ty, tha se ke shumë followers në Instagram, thash, ka pak vetbesim, ke pos mendonte që do ja ktheja. Ja ktheve? Edhe për respekt për Shqipët e Maltës, ja ktheve. Po ja ktheva. Shi s'na ka tregu si fytyrë. Jo, s'na ka tregu fare. Ose nuk ishte thjesht takimet shqiposh aty në momentin. momentin. Nuk na intereson. Për shembull, Megli kur ka ndonjë nga këto episodet, Megli vjen dhe thot, e tregon historinë nga fillimi deri në fund dhe pastaj i thuemi po nuk është ndodhur një histori, ishte thjesht kaq. Po koto e komenton Robi tash, doj çik ta shoh. Voice sikur s'ke dëgjuar ai podcast, po them që ke podcast, po të paktën shoh Robi një voice shpjegues. Bëra këtë, ndodhi kjo. Asgjë, na ke lënë fat. E lash për ty a thon. Ngeli aq? Aq më ngeli, aq. As nuk dolet për me kafe në. Si aprovova herë kostum. Ja, nuk aq ngeli, ishte thjesht aty u hasëm. Është shoqyr një shqiptar më në fund. Dhe kuptova që sado që ne i shajm, kokcep shatan. Prap tu na ngjit te këta. Normal. Këta këtu me kokë me cepa që janë kështu negativa dhe derra. Megli, çka ka ndodhur?
Unë isha në Sicili. Mendoj që duhet të shpërngulem në jugun e Italisë gjithë verën dhe thjesht të eci zbadhet bërta Signora limoni. Limoni, signora! Po, kështu qetë, njoha dikë krejt rastësisht, më tha që më kishte manifestuar. Me vërtet? Kisha dëgjuar kur një fjali të tillë. Nuk di si të reagoja kur e mora si informacion. 2 gjëra mendova. Një gjë mendova, sa gjë e bukur nuk ma ka thënë askush dhe gjë tjetër thash, mos ndoshta prandaj jam single se ka njerëz që më manifestojnë dhe më kanë bllokuar fati. Edhe Migli që thotë, nuk ndodhi di kështu. si të reagoj. Si të reagon Migli me këtë doj që i vjen nga mbrapa? Më lër ta gjej. E bën ghost. Jo, Më lër ta gjej. vërtet. O, jo fare, s'është e vërtet. Unë reagova e thash, Duhet diçka tjetër. jo, edhe u bën follow në Instagram. Follow i bën kjo, për Po të bërë. tani jemi follow e kthyer nga bën. Italia të shohim, ndoshta dalim. Ndoshta. Ko e bukur, Po diell. si, me çfarë merrej? Nuk ndoshta s'ka shkuar deri në atë pikë, se ti shkolla në Instagram. Shkojmë muhabet korridori. Po bëj korridori. I ka thënë në korridor që unë të ka Edhe në manifestuar. korridor, në të shkallët, okay. Kështu Jemi goca ambienti. Sot Goca jemi kështu. Të thjeshta. Nëse këto historitë janë shumë bukura kështu, domethënë prandaj e dua verën kur je single. Po flas për juve. Po flas për juve. Se nëna jute s'ka ç'a tregon për shembull. Interesante e ke për ditë. Unë interesante patjetër, on the edge. Ore, a nuk mendoni që të paktën unë për shembull jam shumë e lumtur dhe jam shumë dakord me çuna që të vinë të flasin. Nuk ka rëndësi ç'a thotë, le të thotë çfarë do u knaqa me këtë që the ti, A di sa realisht. kohë kisha pa më pa dikush dhe pa ardhur dhe më thënë Të thotë më marrë fal. gëzimin. Më mirë ka më përpara thonë o goca më fal 1 sekond. Le të kthejmë o goca më fal 1 sekond. Tani unë se harroj ai çunin në plazh, erdhi nga shezlloni vet, erdhi te unë dhe më tha shife pak telefonin. Do të thënë edhe prisen këmbë derisa Ne unë ke ta thënë shifja të, po. telefonin. A mund ta eliminojmë këtë dhe t'i flisni femrave përballë, Po, ju lutem, shumë ju vërtet. bëj thirrje. Sillni flirtimin se me Blertën po e Po, diskutonin dje. po. Sillni flirtimin në Jam 2026 shumë dakord. sy më sy, me emocion, Jo me një ndonjë sekond, flutur. përveç se sy me sy, edhe të flasin pak Po mirë pra ndoshta, mirë, gojë më gojë. përballë e kisha, se s'po them hajde dhe thjesht Ajo që e kemi cekur ne pak edhe në episodet e kaluara që dating në kohët moderne është bërë shumë I thmeja e shumë. vdekur do thoja, pra e vdekur nga emocionet. Mjafton të dërgoj një zjarr në DM ose në story ose të bëj një like edhe ai e quajti që ka flirtuar me thonë, ty. po. Jo, nuk mjafton kjo gjëja. Domethënë, siç e tha dhe Megli, risillni flirtet e bukura, ato sy më sy, zjarr. numrin më është thuaj, që mund të kemi shkëmbet. numër kontakti. Po. Është shumë e bukur Ore, kjo ka një gjë, gjëja. se për shembull në klabe, çfarë ndoshta mendojnë që shiko se kjo s'do ma vari, po nuk ka rëndësi, domethënë, ndonjëherë mund të kemi dhe jo si përgjigje, po ndoshta kujt diet mund të keni dhe pon, dhe për shembull nuk ka rëndësi çfarë thot goca. Ti shkon dhe i thua, të lutem 1 sekond ose a mund të flasim pak. Do s'do ajo është mohabet tjetër pastaj, po jo se këta që të shohin 3 orë rresht edhe asgjë nuk ndodh. Kur isha në Vlorë, ishte një çun që po shikonte gjithkohës nga tavolina jonë. Edhe ishte shumë i lezetshëm. Edhe tani thash, aty ishte kështu outdoor, jashtë ishim. Dhe thash do afrohet një moment, do flasi se edhe kur ikte për në banjë, ecte drejt tavolinës tonë, ne ishim mbi ato goca, ecte kështu, domethënë trupi i tij po vinte Po drejt, drejtohet, po. kthej, ikte për banjë. Sa kemi hyp makinë që po niseshim për t'ikte hoteli, më shkruan në Instagram, ka shpejt ike, nuk e mora vesh. Sa boring. Pse? është kjo. Pse? Shumë. A nuk e kishe. Nuk i ktheva kur, çfarë ti kthesh? Do flasim rrugës, po ja ika, po ti me ç'a merresh? Pse kur ishe gjithkohës aty? Nuk kanë, ne përmendëm edhe tek episodi i kaluar që këta nuk kanë atë komunikimin më, i ka vdekur Nuk ajo. din, moj, nuk din. Ndoshta dhe s'kan vetë besim, ndoshta kanë kështu frikë nga refuzimi. Frikë nga me refuzimi mesazhe. Ajo është më madhja. Po me ne është dhe pak kjo, domethënë me ju që jeni dating, është dhe pak kjo pjesa që jeni e njohur, domethënë Po të se kanë njohur pas pak. më edhe kur s'kemi qenë unë atëre kur ka Se ardha ai tani në të plazh, step. nuk Se kishim për shembull këta podcast. thonë, e shkoj tani dhe thotë të më nxjerrin podcast edhe do Asnjëherë. Ja shive, ka ka dalë në histori podcast. Absolutisht. Asnjërisht. Kurse si. Po mirë a ju, po mirë ju a do shkonit për shembull i flisnit
Ja. Vet. Absolutisht ja. Ja. Po jo për të thënë sa i mirë je, ku dëgjon? Ja. Pastaj pse themi jo? Prit, duro pak, një sekond. Ndërkohë që ne i Vjen themi shpesh. çunave që duhet të Obleta. keni vetbesimin e dur për të shkuar, nuk po them të bëjmë të njëjtin efort si çunat, më dëgjoj. Nuk po them të bëjmë të njëjtin efort. Por ama t'ja për sinjalin, ose ku di unë, ose ti let him know, ta lësh. Po, Se kjo, sinjalin, Mua ma tharon shumë ky fakti që goca duhet bëjmë patjetër si të vështira, si të pa arritshme, të pa kapshme, dhe i gjithë puna i mbetet shumë. Mirë, shiko, nëse e zëmë jemi në një ambient, dhe ai cunim shef, edhe unë a shoh dhe më pëlqen, do e shoh, do të thënë më gjatë. Hajde na e bëj çik fytyrën, si do t'ja jep ti Si sinjalin, do sa i ta sinjalin? afrohet. Se ti e ke fytyrën shumë të ftohtë. Nuk ke ai fytyrë friendly që ta Ajo ka afrohesh. shikimin seksi. E ka seksi, a ke pa Jesse Shefi nga larg? E para dhe më Gjesi, Dhe më rëndësishme. rëndësishme. Jesse është kështu. Jesse me të vetë thot, "Ore, unë e kam pak, o kam qenë unë që ai të vitet vrisën ndërkohë Jesse." Pisërrotu lutem dhe syt, e kemi kështu. Shumë. Kush është ai? Një sekondë, do të thënë, kjo është arsyetimi për të gjithë njerëzit që edhe thonë pse nuk ke folur, që si kam parë, dhe për ata që mendojnë që kam parë, nuk kam qenë duke parë fare ata. Që Vlen. Kemi qenë një në një lokal, nuk e harroj kur se kush erdhi një çun dhe i tha, nuk e di çfarë mund t'i ketë thënë, po nuk është që i tha ndaj gjë mblemëri. Se ishte me më ishku. Ka bën një shikim. Do me thënë, edhe unë thash qa tha, pak o t'i gjohën, tha se qa pa më dhate kompliment. I thash, si për shati, a kupton? Si ka pëlqyer pra se ishte i shkurtër. Më faleminderit dhe kthesh, Po. e largon me një buzëqeshje. Na është dashur një rrugë shumë e gjatë që Xhesin ta sillnin te fjala faleminderit. Edhe në vil, kështu që te çuna të hy, kush e di se do i duhet. Mirë. Virgo e sapi. Po, Virgo jam e dakord, sapi. jam dakord. Që Blerta, shiko, mund të hapësh në një sinjali vetëm që është mund ta shohësh gjatë. Mirë po, as nuk do isha Po, kategorike. Më marr buk me vete tu prit, mund ta shohësh gjatë prit tu hap çadër kampingu. Nuk Po, jam, mi të nuk do bësh më isha as shumë. kategorike në të shprehurin. Ku di unë, çfarë do i shoh sa ajo qesh. gjëja, i qesh. Ajo qeshra që qesh kështu dhe bën kështu sigurisht. You're welcoming, domethënë po e mirëpret. I thua dera është e hapur, vazhdo ti tani. Pastaj kur ikën i thua mbyllë kur dalër se në ndrite. Ndrite. Dhe Chelsea dhe mos vi më njeri. E vërtet. Tani, Unë pa që Megli kështë hedhur një gjë tek Instagrami pa Po, manualit, sa po e nuk e hapa. hapa, nuk e hapa. ishte Sa threads, ishte. ishte Ore, threads. jam shumë e mërzitur, sepse kam humbur shpresat me këtë threadsin. Më duket sikur se dola vet. Më duket sikur lexoj biseda të vjetra me njerëz që njoh, ose për shembull janë screenshotet e shoqeve të mia, ose muhabete personale, nuk kam mundësi të kenë të Sepse janë njëjtat. bërë shumë të parashikueshëm. Po, nuk kam mundësi të jenë kaq fiks të njëjtat shprehje, nuk është normale. Pastaj kur themi ne që meshtë janë ndera, acarohen. Ua, Dhe me çfarë thënë. xhbiti ju bën qa. Aq, një fjali mjafton, një fjali dhe hop në komente. Hop. Tretësi që ne postuam ishte si kërkojnë falje meshkujt manipulues. Pa hënjher. Jam shumë Pëlqeu kurioze kjo. Një gocë ka shkruar, më fal zemër, po ishte faj jot që më çove në këtë pikë. Absolutisht. Ua, këtë e kanë, nuk e di, po e Shehin horoskopit e dim. 1, 2, 3. Binjakët! O shpirt, më vjen shumë keq t'ju a them, po këtë e kanë çdo mashkull që ekziston. Sidomos binjakët. Unë e bëra kështu, u tregova kështu me ty, u solla kështu me ty, Po ti e ke fajin që unë shkova në këtë pikë. Se po Ti. mos bëje ti ashtu, nuk do bëja kështu. Manipulimi në nivele 101. hajde bëjmë edhe ne kështu. po duhet bër, mos Do shumë punë, unë harroj. Harroj rrugës. Më fal që të gënjeva, po ti nuk më le hapësirë të thoja të vërtetën. Edhe disa keq është kjo. Mua më ka ndodhur, unë nuk ta thash, nuk është gënjeshtër, po unë nuk ta thash që mos të mërzisja. Dhe i kam thënë, po kur ta merja vesh, unë që të bëj, do hidja valle nga gëzimi, është më keq se më rren. Po, nëse ti mendon që procesi i të menduarit ka arritur deri në këtë pikën që ti the tani, Po ka arrit Very për bold of you. derisa arrin të bëj këto lojrat e... Jo, ka arritur dhe ka Ose thënë, thjesht a ka ka rrejt them apo edhe- jo, dhe ka thënë që kur të më pyesi, dhe i them kështu. ja, ata thjesht nuk ju plas. Domethënë, Vërtet edhe kjo. nuk ju plas nëse merret vesh. Jam njeri i tmerrshëm, askush s'më kupton, prandaj reagoj kështu.
Edhe kjo është e bukur. Këta që kanë traumat e jetës. Me vete. Ky ishte fjali nga një mashkull që mashtron. Po, i ke parasysh që do thotë ti, pastaj vjen me atë, po unë kam thënë 100 herë mos u merr me mua, po ti vet doje me u marr me mua. Ja ku jemi tani. Unë kam 100 halle. Wow. Mle, mos u merr me mua. Nga cili film ka dalë kjo skena? Kjo është reale, se thotë me le, sepse ti e di që s'do e lësh, e kupton? Ti do jesh aty. Po çfarë lësh ti fillon mendon? Po se gjinash. Po jo nuk je ti, nuk ka problem. Të ndyrë janë. Më fal për Zotin, po kam patur probleme familjare. Absolutisht. Ata që kanë halë probleme, trauma. Ka një biznes të vetin, të cilin ti ndoshta nuk e di as po i shkon mirë ai biznesi dhe fajin e ke ti. Domethënë është klasike. Fajin e ke ti, por ngushëllimin e gjen te shokut kur del. Me ta. Edhe po, del për gjithë punët. Heqmenje për gjithë punët. Patjetër, PlayStation të lagja. Më detyruan. Kjo është e re. Dhe detyruan. Të gënjente. Më detyruan. Cili? Kush? Të me thënë, ky kërkim falje e ka, domethënë nuk kërkon falje, po thot më detyruan, nuk ishte dëshira ime. Pra ka meshkuj 25 vjeç plus që detyrohen jashtë nëpër botë. E kuptoni sa mëshirë duan meshkujt të goca që do t'i kuptojmë. Do t'i kuptojmë si një qenie maskullore ka që detyrojnë të gënjej. Detyrojnë të gënjej. Ata nuk duan. Ka mundsi, do të drejt. Çajmë të goca pa mbrojtur. Misioni shajmë çunat, pa shajmë çunat. Ju vendin e keni fiks aty ku ju thon, nuk u zgjidh. Nuk e di, bim qaf kot. Më vjen shumë keq që ti u ndjeve ashtu. Po. Ua, klasike. Më vjen shumë keq që ti u ndjeve ashtu, por më vjen keq fare të bëra unë të ndjesh ashtu. Jo, në fakt klasike nuk është, nuk thon gjithë. Më vjen keq. Kjo është pak, kjo ka finese dhe pak dinakëri të zgjuar, se kjo është, më thënë, unë e thasha kisha për të thënë, po më vjen shumë keq që ti u mërzite nga çfarë thashun. Dhe u ndjeve ashtu. Fal që reagova ashtu, po ti e di se si i kam nervat unë. Tanimin e psikologe. Tanimin dhe për terapi. Unë them pas një lidhje me një manipulues narcisist të marrim të gjithë një diplom, një master psikologjie. E vërtet, shumë e vërtet. Absolutisht që po. Do të thonë çfarë presin këta kur sillen me nerva, që ti thjesht të thosh, do kuptoj. Ke të drejtë të kuptoj. Gozat mendoj që kanë doktoraturë në këtë fushë. Në durim, master në durim. Po. Jo, masteri është më poshtë. Gozat kanë nivelin e doktoraturës në marrjen me të tillë në psikologji. Psikologji pra për këtë. Ti e di si kam nervat unë. Pra ti duhet të rish si pul, se ti e di si kam nervat unë. Mos më kthe përgjigje se do dal nga vetja. Do shpërfituar. Jo, po unë që kam personit mërshëm me sa duket. Fillon kështu se po nuk e fati, parashimi. Jo, po unë që kam si unë jam i rritë unë kishi këtu. Unë jam fajtori për të gjitha. A ka mëmi? Ti vetë mi shti në mendje këto gjëra me xhelozin tënde dhe pastaj habitesh kur ndodhin. Ky quhet manifestim. Unë them një manipulim, manifestim. E ka shkruar vërtet këtë? Këtë po, manifestimin e shtolla unë. Jo, e ka po. Ti vetë mi shti në mendje këto gjëra me xhelozin tënde dhe pastaj habitesh kur ndodhin. Papar. Do të thënë unë mendoj që në këtë pikë, nëse ne themi po ti po e shifja atë, e manifestojmë që ai ta shofi dhe pastaj na tradhtoj. A mendoni që është instinkti lindur? Mashtrimi i këtyre nuk ka mundësi, vëlla, nuk ka mundësi të jetë mësuar. Nuk ka mundësi se nuk do e kishin kaq klasik të gjithë çunat. E ka njësoj, e ka sigurisht një libër, mos ndoshta është një libër që ne nuk e dim. Që kanë thonë çunat si të gënjejnë? Të gënjejnë, si manipulojnë. Ka një libër se janë të gjithë njësoj. Thonë të gjithë njëta gjëra, bëjnë të gjithë njëta gjëra. Si ai libër Think Like a Man, mos ka dalë në ai libër që ne nuk e dim. Se si dhe nëse do kishte një libër, nuk është se do e kishin lexuar, kështu që duhet audiobook ndoshta. Ose ka marrë një TikTok që e bën një sum up të librit. Tani një gocë na ka nisur 2 foto screenshot te kjo e Threadsit dhe ky thot: "Dje ç'a gabimi kisha, kur kam pas gabim se nuk e kam parë, vazhdon e thellon ti dhe ma kthen mua fajin." Ndërsa ti, unë them dhe më fal ulem bie, edhe ti vazhdon. Në sfidën e parë që të doli, ti më hedh poshtë mua, jo unë ty. Sfida e parë e ka kapur me dashnore. Sfida e parë. Sigur ti jash punë më goca tani, e shef me dashnorën, kalon, duhet punosh. Ka shpak më dojë ti mua me sfidën e parë ikën njeriu. Jo, pret
Pret, bazike, ti kështë edhe e parë. Femra që është femër. Kokën aty. A doni barazi gjinore? Tani është një gocë që ka bërë reply të kjo story që kështë hedhur Megli, dhe ka shkuar pak më gjatë, se nuk e nxinte aty. Dhe ka thënë, kisha dalë një herë në kafe me gocat, ishte mëngjes dhe e lash telefonin në karikim për 15 minuta pa i thënë gjë këtij. Pa i thanë. Kur e marr telefonin, kisha 18 thirrje të humbura dhe disa mesazhe ku më thonte. Jeni gati për mesazhet? Flashbacks po vjen. Ku je futur më unë vi aty ku je të zvarris, duke më shplar. Flashback. Jo, të riqe. Të riqe. Dhe më shkruan në dark pas 5 orësh dhe më thot, më fal shumë shpirt, unë nuk do të humb, por nuk kisha pirë tek e barit akoma për sot. Justifikimi. Lëviz venit. Jo, tani, unë në këtë rast do bëjmë pak serioze. Do kalojmë tek tema. Realisht. Kjo ka shumë goca që ndodhen në marrëdhënie abuzive dhe nuk e kuptojnë që janë marrëdhënie abuzive, sepse abuzimin e lidhin vetëm me dhunën, ndërkohë që nuk është vetëm kjo. Të jesh në një marrëdhënie abuzive do të thotë të jesh dhe e abuzuar emocionalisht, siç vajza në fjalë. Dhe në këtë rast, unë jo fajn, se nuk dua të shprehim që i vë fajn gocës, por lutem, në momentin që ti zgjedh një çun, se unë nuk mendoj që ky është rasti i parë që ai drejtohet me emrin kurv. Jo, ka thënë, nuk e di sa herë ka thënë për justifikim sa herë që ziheshim. Urdhë. E shikon? Tani, në momentin që ti arrin deri në këtë pikë dhe toleron me herën e parë, pasojat dhe e veprimeve të tua i mban për mua goca. Më falni. Jam shumë dakord, sepse mashkulli është ai lloj niveli që ti ke zgjedhur të jetë. Është ai lloj llumi, ai lloj balte. Ti që shkon dhe merresh me këtë lloj llumi, për mua mos u anko për fjalët që ai të ka. Po varet se ka dhe njerëz për shembull që edhe janë dhe njerëz që e mendojnë që funksionon në vërtet kjo që nga në nerva e sipër, po mua për shembull kjo është e pa justifikueshme se un kurr nuk kam thënë në nerva e sipër asgjë nuk e mendoja me vërtet për dikë. Jam një nga njerëzit që në nerva e sipër them gjëra që pendohem. Por jo. Po pra po varet tani ai mund të jetë një mashkull që këtë fjalor ka edhe kështu lloj niveli është, ta kupton, se nuk mendoj që një mashkull që nuk e një mashkull që të thot atë dhe shfaqsohet me nuk kisha pirë teken e barit. Po pra, domethënë llumi me qytetisur në shumë histori që meshkuj domethënë e justifikon shumë këtë që isha me nerva dhe nuk i mendojnë me të vërtet ato, ndërkohë që mua më duket shumë e keqe që ti arrin të bësh një sherr aq të madh me dikë me të cilën ti ndan krevatin në darkë. Unë nuk e shoh dot më në sy njësoj këtë njeriu që është zi me mua edhe më ka bërë të ndihem si cop lecke dhe pastaj ai më thot më fal se s'kam pi teken e barit, hajde shohim një film. E tmerrshme. Do të thënë, unë mendoj që njeriu shihet kur është me nerva. Se të qetë, imi të mirë gjithne, në të qetë imi okej, flasë mirë. Po me nerva ti është se po them njeriu i dashur që ke afër, që ndan një lidhje me të. Ju thonë se ti dhe unë jemi të dyja tipe për shembull që kur jemi me nerva themi gjëra që një orë më vonë ti pendohesh. Po mund të pendohem për mënyrë se jam thënë, po nuk është shkon atë lloj grade që them gjëra që them ku diun si tipi këtij ose gjëra të tjera që janë të tmerrshme që pastaj them që më fal shpirtisha me nerva. Domethënë njeriu nuk ndryshon, është ai i njëjti dhe ti është karakteri, e kupton? Dhe ti jeni një lidhje me një person që s'let kështu me ty dhe mendon që se nuk do e bëj më këtë gjë, kërkoj falje, ka përndodhur disa herë, që ti do e falësh dhe kthesh prapë te ti. Ideja është që këto marrëdhëniet kaq abuzive, nuk është të thënë që nuk ndodhin me kalimin e kohës, por janë kryesisht këto lidhjet që nisin herët, dashuria e parë, kryesisht. Përgjithsisht lidhjet e para janë. Përgjithsisht lidhjet e para janë ato që kanë tendencën të bëjnë marrëdhënie shumë abuzive, se jeni dhe të dy, domethënë jeni rritur vetëm me njëri tjetrin, keni parë vetëm njëri tjetrin, nuk e keni parë ndonjëherë përtej njerëzve që mund të lejon më shumë gjëra atij personi. I lejon se ti je mësuar me idenë që shiko se ky është dashuria ime dhe pas kësaj o zot po u ndava unë me këtë, nuk e di se çfarë do ndodhi. Kemi një vajzë tjetër që pranoi të ishte në telefon, është pak e ndrojtur sepse nuk është e lehtë të flasësh kur je në një marrëdhënie abuzive dhe kur e ke kaluar dhe për më tepër kur ty të kanë ngelur akoma ato emocionet ndoshta të papërpunuara, traumat. Të thëna ndryshe traumat emocionale, kështu që ne do ta kemi në telefon, regjia të lutem, se do t'ja thrasim se normalisht emrin Anisa. Se mendova tani. Okej, mendove tani. Do ta thrasim, do ta quajmë Anisa. Regjia të lutem na lis pak me Anisën. Shëndetje.
Haj, goca, si jeni? Mirë, si e ti? Duke marrë veten pak nga marrëdhënia në të cilën isha fundosur. U fundose. E di, unë thash pak në fillim të telefonatës që ishe pak e ndrojtur për ta bërë këtë si telefonat, por shpresojmë shumë që të ndihesh kështu si në shtëpi, si me shoqet e tua, themi ne gjithmonë, për ta treguar dhe për ta ndarë. Në fakt të histori nuk kam dashur që ta ndaj me askënd, por e ndjeva veten aq keq, sa që më pas nisa dhe seancat e terapisë dhe doktoresha më tha që flite nëse e ndjen të nevojshme ta nxjerrësh. Të bën mirë ta flasësh, se sa më shumë e flet, aq më shumë bëhet kështu si një gjë më normale dhe lirohesh. Plus të tjerë të gjithë vetën të historia. Po. Kjo është më shumë sepse dua që edhe vajzat e tjera ta gjejnë dhe mos bien më pre e këtyre marrëdhënieve. Na thuaj pak çfarë ndodhi, si ndodhi, si nisi. Tani si fillim unë dua të them që kjo nuk ishte lidhja ime e parë. Pra ishte lidhja ime e tretë. Okay. Unë kisha pasur dy të dashur me të cilët nuk kishte funksionuar, po që ishim darë normalisht. Ai e dinte për dy marrëdhëniet që unë kisha patur më parë, po nuk është se kishte problem të kaluarën time, ose të paktën kështu thoshte në fillim. Pastaj ne filloi që në çdo vend ku shkonim të më thoshte pse e shef atë, shiko vetëm mua. Si zgurdullon syt kur jemi në lokal, mbaje kokën poshtë kur ecën, ti je me mua, me askën tjetër. Filloi të më hiqte edhe nga shoqëria, duke thënë që shoqet e mia janë të përdala, nuk dua të jesh si ato, të bëhesh si ato. Dhe pata madje një debat shumë të madh me shoqet, sepse ato gjatë gjithë kohës më thonin ai nuk është për ty. Sepse ato e kishin kuptuar, unë nuk e kuptoja. Po se unë i thoja që unë i shoh anën e mirë atje, ju shikoni vetëm anët e tij të këqija, po themi. Dhe sigurisht që nuk i bindja dot. Ty nuk të bën të përshtypje fakti që ai po mundohej të largonte nga shoqëria ose që po të izolonte? Mua më dukej normale, sepse ai thoshte që unë këtë gjë e bëj nga dashuria për ty. Pra çdo gjë, çdo veprim, çdo sjellje të tij, ai justifikonte me dashurinë që ai kishte për mua. A kishte dashuri? A kishte në një grimës dashurie? Kishte treguar në një grimës dashurie deri në këtë pikë? Pra, në fillim, më fal se nuk dua ta rikthej mbrapa, po kishte një marrëdhënie që tregonte dashuri, afeksion në ndonjë pikë para se të arrinte këtu ku ti po na tregon? Ai dashurinë e tij tregonte nëpërmjet xhelozisë, posesivitetit, duke më thënë të dua, ti je vetëm e imja, as kujt tjetër. Filloi të më ndërhynte në çdo gjë. Dhe më bënte të ndihesha ndonjëherë fajtore dhe pse visha unë një fund më të shkurtër. Dhe më thoshte si e veshe, si ma bëre ti mua këtë, dhe unë i kërkoja falje dhe për veshjen time. Ati, më bënte që unë i kërkoja falje për çdo gjë. Më kishte futur në ato grackën dhe kurthin e tij. Këta njerëz të bëjnë kërkosh falje dhe kur nuk ke, vetëm që ta mbyllësh si gjë. Edhe lodhesh në një pikë dhe shumë vaja. Po kërkoj falje. Ua. Por debatet tona pastaj filluan të agravonin shumë keq, sa që shkoi edhe në fizike gjëja. Pra, unë e çirja me thonjë, ai më kapte, më shkulte flokët. Dhe në fund pastaj thoshte që nëse dhe debatet e mëdha vijnë nga dashuria e madhe që ne kemi për njëri tjetrin. O Zoti i madh, du të mësojmë si njerëz që dashuria nuk e lëndon, nuk e lëndon dikë që do. Po jam së shqiptar, pra kushtore të do, dhe tani ja esin kështu si budallënj. Shka, marë. Muhabet e kot. Kushtore të do. Për që ziesh, vetëm për muhabet e xhelozie, Anisa? Ai ishte shumë xheloz ndaj meje, madje ai mendonte që unë e trastoja her pas here. Në fakt, indicie për trasti kisha unë. Se shikoja mesazhe flirtuese. Dhe dini si ma justifikonte mesazhet që i shkruante të tjerave? Ky është problemi më i vogël që ne kemi në marrëdhënien tonë. Fundi jot i shkurtër është problemi jon më i madh. Më i madh. Trasti mia, flirtimet e mia janë problemi më të vogla. Është problemi më i vogël trastia. Sipas ti, unë duhet të zgjidhja një herë këto problemet e mëdha dhe jo të merreshim në fakt me trastin e tij.
Patjetër. Tradhtia nuk ishte gjë, ishte problemi më i vogël sipas tij dhe ne kishim gjëra shumë të mëdha për të zgjidhur dhe unë sërish e besoja dhe thoja, okay, po, është e vërtet. Do të Derisa Anisa do të më lejo ta them këtë, se do ta them siç do ta them motrës time, do t'i shkul flokët. Jo, do t'i shkul flokët tani. Që pas kësaj historie ke vazhduar edhe ke menduar që kjo gjëja ishte realisht dashuri. Ti në çfarë faze ka qenë ajo, çfarë faze manipulimi ka qenë? Aq keq, aq e zhytur në këtë lidhje sa ai thoshte tradhtonte, flirtonte me të tjera dhe i thoshte që shiko se ky është problemi më i vogël që ne kemi. Si ajo pra tim ke çunë në këtë pikë. Tim ke çunë në këtë pikë. Ua. Ai arriti deri në pikën që mendonte se unë e trastoja dhe ka shkuar te familjarët e mi. I ka thënë babait tim, babai im pa e ditur për marrëdhënien tonë, i ka shkuar në deri 4 katër, i kam thënë unë jam i dashur i vajzës tënde, vajza jote është e përdal, më traston, dhe të njëjtën gjë e ka bërë dhe me xhaxhain, dhe me hallën time, pra ka shkuar nga prindrit e deri tek fisi për ta diskutuar. Më kapi aritmia vetëm duke e menduar. E qa ndodhi pasi ai bëri këtë hap potent të lajmëtarit? Nuk besoj që ja fale më, apo ja? Me thënë të drejtën unë e përjetova shumë keq, unë ndava në atë periudhë, dhe ai sërish erdhi tek shtëpia e prindërve të mi duke kërkuar falje, duke thënë që donte të fejohej me mua sepse gjërat i kishte shumë serioze. Dhe unë aty është sërish në atë gradë që mbase duke i bërë gjërat familjare dhe më serioze, dhe qetësohej. Shumë e keqe. Ai donte të bënte tek fëmijët. Është të mëshme. Dhe unë pata një debat shumë të madh me familjen time, por ata u detyruan ta pranonin atë për shkakun tim. Dhe dini çfarë ndodhe? Kur i kthyen sërish xhelozit e paranojat që unë e trastoja dhe ka arritur të shkoj te parukierja ime, te vajza që unë bëja thonjë, te vajza që unë depiloj, për t'i thënë, ajo më traston mua, ju lutem më ndihmoni. Po si, ju lutem më ndihmoni. Ju lutem më ndihmoni. Ky nuk është xheloz, ky duhet të ketë një emër cilën ndoshta ne nuk na lejohet t'ia themi, po ky është nivel psikopatie, Nuk është normale. Dhe mua sa më dukej dashuri dhe interes, aq më friksohesha nga ai. Po si do ta ndihmonin, më më ndihmonin me këtë të shkret, më të dobët, këtë qenie të brisht, shpëtojeni. duhet të ketë nuk e di, fletore siç shkruan emrat. Ta ka marrë fytyrën, domethënë. Tamam ka marrë fytyrën. Jo, fytyrën time ja mora unë vetes në rast parë duke e falur dhe duke u ribashkuar disa herë me atë, se ne kemi pasur shumë ulje dhe ngritje. Po, pika ku nuk e fala do të më ishte pika ku ai mu duk si kur filloi të më përndiste, kudo ku shkoja më dilte, më thoshte të dua. Wow. Dhe aty realisht fillova u trëmba për veten time, sa çfarë po bën. Ti na ke treguar në mesazhe që ai edhe kur i bëje blok, gjente numra të tjerë, akkaunte të tjera të shkruante prap, nuk të linte rehat. Nuk e di se sa numra telefoni mund të ketë ndorruar, se sa akaunte mund të ketë hapur vetëm për të më kontaktuar mu, po dhe familjarët e mi. Sepse kur shikonte që unë i bëja blok, kontaktonte sërish ata. Dhe u kthye në një tërë, jo vetëm për mua, por për të gjithë familjen time. Dhe unë realisht nisi një pikë që kisha frikë dhe për jetën time, për të ardhmen time. Nuk kuptoj një gjë. Me që ky njeriu ka kërkuar ndihmë dhe supozimisht ti ke bërë gjithë këto gjërat e këqija, pse nuk ikin, po e mbajnë tjetrin me zor, me që nga viktima. Dhe shkon në pikën që thonë për shembull që edhe pse ti më ke bërë gjitha mua këto, unë jam gati të t'i fal, dhe të bëjmë bashkë prapë. Do të fejojmë. Në këtë pikë shkojnë. Dhe me fejesën nuk kupton që është faza tjetër e manipulimit që të kontrollojnë. Është më e keqja se e din që po fejove, të shtëpisë tënde nuk kanë më aq përgjegjësi për ty, po di që do të marrin mbyll, do të fusin ke shtëpia vetë dhe do të lënë më as do bësh më hajër. Anisa, ai sa herë që ne ndaheshim, ai kërkonte të fejoheshim, pastaj donte të martoheshim, të bënim fëmijë. Pra çdo herë nxirrte nga një gjë të re për të më mbajtur mua peng. Unë shpresoj shumë që ti këtë historinë ta kesh çuar te organet përkatëse, sepse kjo nuk është një histori e thjeshtë e një marrëdhënie abuzive emocionalisht. A ndoqe këtë gjë në rrugë ligjore, pra e denoncove?
Me thënë të drejtën në fillim kisha shumë frikë, nuk doja ta bëja, dhe pse familja ime insistonte shumë për ta bërë, po thoja, nëse unë do ta bëj, ai do bëhet akoma më i keq, më agresiv. Derisa pash që ai nuk ndaloi dhe unë ndjeva e detyruar për ta bërë. Dhe e bëra, e denoncova. Si shkoi situata pas kësaj? Domethënë, a u qetësua, a të la rehat? Jo. Undat. Ai edhe sot e kësaj dite që kemi pothuajse një vit të ndarë, ai her pas here, një herë në 3 ose 4 muaj, më shkruan sërish nga një account fake që të dua shumë, nuk jetoj dot pa ty, nuk jetoj pa ty. Apo dhe futu. Por të paktën nuk po shfaqet më në jetën time të përditshme. Jo, do t'i bënin derë familja e tij e di këtë situatën, domethënë mes jush? Familja e tij e di këtë situatën mes nesh, por edhe justifikon duke thënë që e do. Qartë. Familja e çunave shqiptare. Qartë. Kam shumë gjëra të këqija për të thënë që do heshta. Po ti, domethënë arritet ta mbyllësh këtë si histori. Pas shumë kohësh torture, sidomos emocionale dhe psikologjike për mua, ja dola ta mbyll së pari në zemrën time, po kam kuptuar që dhe dashuri nuk kam patur për atë njeri. Ka qenë thjesht i gjithë manipulimi i tij që ai kishte bërë në trurin tim. Dhe kisha krijuar varësi ndaj atij, po që shqyr Zotit ja dola të iki nga ai njeri. Që asnjëri s'mund ta quaj sepse realisht jam torturuar në të gjitha vitet e lidhjes me të. Anisa, ti ke një vit the që është ndarë. Që je ndarë ose që po. se unë ndarë e quaj që para se të ndahesh përderisa je shkëputur emocionalisht. A ke patur ndonjë mundësi të takosh ndonjë djalë tjetër ose të njihesh ose të krijosh ndonjë marrëdhënie, marrëdhënie ndoshta është herët, po të njihesh, dating e kështu, si ndihesh? E kam për momentin e kam të pamundur ti besoj sërish një mashkulli. Më duket sikur gjithë janë njësoj, sikur nuk do ketë më mirë për mua. Se di, mund tjetë për shkak të gjithë lëndimit që unë pata. Patjetër shpresa është. Është edhe frikshme se nëse ai akoma arrin ta kontaktojë, nëse merr vesh ndoshta për dikë tjetër mund agravohet, më keq. E thash fjalin, kam shumë gjëra të këqija për të thënë në mendje, duke filluar që nga familjarët atij tipit që justifikojnë dhunën psikologjike dhe fizike, ndoshta me faktin që e do, sepse gjeneza e këtyre muhabeteve është te familja dhe problemi më i madh është tek familja që rrit këta lloj derrash, por nuk po i hy kësaj teme. Nëse na vjen shumë mirë që ti ke kaluar ti je gjithmonë e imja. Pare pa. Ti jo me mua me asnjë tjetër, ti jo me mua e vdekur, I kanë këto fjalë shumë më gjuhës. Ditën e dasmës do ta shkatroj, do t'i them që ti je e imja. O, të lutem shkoj gjej një spital që të pranoj të kurohesh. Sot, sa shumë ka nga këta, nuk mjafton. Janë të gjitha një prerje, nuk thë për librin çfarë. Janë të gjitha një prerje fjalish, sjelljesh, njësoj. Mua më vjen shumë keq, realisht më vjen shumë keq që cila do gocë do duhet të përballet me këtë lloj meshkujsh. Do të ngecë në një lidhje të tillë. Nuk e di. Nuk kemi qa themi, realisht. Ne të më thënë, na vjen shumë keq që ti e gjën në këtë situatë dhe që e ke kaluar, shpresoj shumë që ai të zbythet dhe të zhduket edhe të lërë të qetë përjetësisht. Dhe shpresoj shumë që ta kesh gjetë forcën që të vazhdosh përpara dhe mos ta kthesh kokën mbrapa në asnjë lloj momenti, për asnjë lloj gjëje, asnjë lloj manipulimi, viktimizimi. Edhe sikur do të marrin telefon që ka shtyp makina, do me thënë edhe ti e njëri u fundit, që ai do të shohë, t'ja mbyllësh dhe të mos bësh asgjë. I thuaj vafsh atje nga ke dal. Fiks. Pik. Do të shumë faleminderit që gjuat historinë time. Thank you shumë për vajzat e tjera kjo histori. Faleminderit shumë Anisa për ty që e ndave këtë historinë edhe të lutem duaj e veten pak më shumë.
çdo ditë pak më shumë. Faleminderit. Shumë të puthim, ciao. Ne kishim rastin e një vajze që po na tregonte në DM, 24 vjeç. Gjesi, më ndihmo pak të lutem se ishe dhe ti atë. Po, vajza nuk kurse e tregonte dot se ishte shumë e prekur për këtë telefon, për ta bërë telefonat. Po ishte realisht ishte në një gjendje shumë të rënduar emocionale. Ta tregojmë si histori po, si tregoje ti. Vajza kishte emigruar në Angli, po themi te vendi, nuk ka problem, që mosha 17-18 diçka e tillë. Nuk kishte shkuar aty, kishte njohur me një shqiptar që kishte shkuar aty ilegalisht, siç shkojnë gjithmonë, edhe për të dy lidhja e parë. Jo, më fal, për vajzën lidhja e parë, për djalin jo, ishte e dyta. Okej. Edhe unë njohën, u lidhën, fillimi ishte shumë i mirë, tha etj, nga që nuk ishte asnjë shoqë aty si fillim, sa kishte shkuar në atë vend. Po vajza me kalimin e kohës e ka veten shumë mirë se kishte me letra familjen e tjetër me radhë dhe ndihmonte të çunin, e çon në azil, ndihmonte marrë letrat, e mbante shumë mirë me lek, me ushqime, me çarçaf, me gjëra për shtëpinë. Tani kjo vajza thotë që gjatë kohës ishte me atë, ai kishte ndaluar çdo shok e shoqe të mundshme, se ky nuk ishte qef. Dhe edhe shoqe dhe po, edhe shok zbëhet llav, po as shoqe, jo, pra ishte vetëm për këtë. Dhe pasi fare kohë këta ndahen nga nervat, nga sherrit e tjerë me radhë, dhe kur tentojnë të pajtohen përsëri, ky çuni thotë që shikoj se më jep një mundësi, më jep një shans, do ndodhi më kurrë çka ndodhi më përpara, do të riafër kështu me radhë, sepse ky çuni kishte vazhdimisht mendjen te kishin. E ke parasysh që pas pajtimit është një javë që shkon shumë mirë. Ti thua, ky ka ndryshuar, është shumë i mirë, s'let shumë mirë, derisa vazhdon edhe një si më përpara. S'let shumë keq, nuk e don, se ik zhdukun, nuk të dua etj me radhë. Dhe pasi ai i bën blok kudo, e largon kudo, e shani se mos më afro më, mos më merr më në telefon, mos më shkruaj më askund. Vajza kupton që ishte hiru shtatzan. Dhe tenton prapë ta merrte në telefon. Që shiko se më lër të flas, se kam diçka për të thënë çfarë e rëndësishme, kupton? Dhe ky e shante. Ti e pa fytyrë, ti nuk pas ke nivel, ti vjen më afrohesh prapë, unë të kam thënë mos më afro, unë kam thënë mos afro me, unë nuk të dua etj me radhë. Dhe vajza ka lënë në abort spontan, quhet? Nga stresi i gjithë gjës. Aty merr vesh të mamaja e gocës, shumë e re ndërkohë. Shumë e re ndërkohë. Gjithë kjo gjëja. Edhe kur ky çuni e merr vesh që kjo ka qenë shtatzan, i tha, pse e abortove dhe pse nuk më the asgjë mua. Dhe vajza ishte në një nivel emocional tani katastrofë, sepse nuk po dinte se çfarë të bënte dhe tha, nuk kam as shoqe, se kujt i konfidojmë dhe t'i rrëfehem sepse nuk kam asnjë njeri. Edhe e vetmja gjë, i vetmi vend ku ngjeti ngushëllim ishte djemi jon që po tregonte këtë historinë. Dhe realisht, përtej kësaj gocat, ne duhet kuptojmë shumë mirë, duket shumë klishe kjo gjëja kur e themi, por realisht nuk ka gjë më të rëndësishme se sa të kuptosh vlerën tënde. Dhe unë i thash, ti je në një moshë, dhe realisht kur je në moshën 23 vjeç, ose kur ti ke dashur një njeri kur ke qenë 17-18, ty të duket fundi i botës, sikur bota jote, lidhja jote, jeta jote merr fund dhe çdo gjë rrotullohet rreth atij, ndërkohë që nuk është ashtu. Kur të vijë një njeri tjetër në jetë, ti do e kuptosh se sa shumë gjëra mund të kishe humbur nëse do kishte ndodhur kjo gjë, nëse do kishte vazhduar. Vajza ka shkruar shumë gjatë, pa fund, domethënë disa romane, po do të lexojmë një pjesë shumë të shkurtër që e përmbledh pak a shumë se çka ka qenë. Kur e njoha unë, thot ai nuk kishte asgjë. Sot kur ti prezantohet një vajzë tjetër, ka letra, shtëpi, makinë, profesionin dhe punën, dhe të gjitha i arriti duke i ndenjur unë pranë. Ju betohem se vetëm s'do e bënte me aq sa e kam njohur unë, ai ndikoi shumë nga shokët, kushërinë, nuk e kuptonte që ata e shfrytëzonin. Përsa unë thot, nuk kam arritur asgjë. Jam emocionalisht e thyer dhe një profesion që kam pasur ëndër të bësh doktoresh, nuk arrita dot sepse sa herë që kisha provime, më stresonte dhe përfundoi gjithmonë në notë të këqija. Dhe kjo nuk ja vlen. Ne do të thënë e kemi shumë të thjeshtë. Po pra e vërtetë është e thjeshtë të flasësh. Për ta thënë, po në momentin kur e para punës në atë moment nuk është e kupton shumë mirë se çfarë po të ndodh. Domethënë kur fillon dhe normalizon, nuk e kupton që po izolohesh, nuk e kupton që ky njeriu, domethënë ti mendon që ky është i vetmi njeri për ty dhe nuk ekziston njeri tjetër, dhe ty të fillon që faza parë është izolimi, faza dytë është që ai ty të shprehet që asnjëri nuk të do siç ai të do ty dhe çdo njeri ta ka me të futme dhe vetëm ai është aty për ty nëse s'është ai ti të përfundosh vetëm. Faza e tretë pastaj ti fillon edhe vetë distancohesh dhe fillon dhe bësh kodependent dhe e var çdo gjë, lumturia jote, çdo gjë varet në bazë të tij. Ose ti ke filluar ta besosh këtë gjën, se ai është si indoktrinim.
Dhe kjo nuk është dashuri, domethënë kjo në psikologji ti bësh i varur nga ky personi tjetër, është si varësia ndaj drogës, alkoolit, substancave të ndryshme, ti nuk e koncepton dot, domethënë fillosh se shpe nuk marr dot frym nëse nuk jeti aty. Kjo pastaj fillon që ai manipuluesi, abuzuesi psikologjik, ndoshta edhe fizik më vonë, nuk i dihet, fillon dhe ti i pranon këto dhe ti thjesht je një viktimë e gjithë kësaj situate dhe është shumë e vështirë për të dalë, domethënë mund t'i flasësh, unë kam pas një shoqë që mund t'i flasësh gjithë ditën, nuk del dot, po. Ajo mund të tregoj ty mesazhe, mund të mblidhet një miting i tërë, ti thotë që kjo gjë nuk është normale, ajo do ftillohet, do iki në shtëpi, do e shofi dhe do të kthehet te gjendja zero. Kur është me atë, nuk funksionon, domethënë nuk përgjigjet truri, përgjigjet ndjenjat dhe ndjenja e saj, duke qenë se është aq shumë e lidhur emocionalisht me atë njeriu që ti e shpjegove shumë mirë, nuk funksionon më asgjë. Dhe ti nuk shkëputesh dot aq më tepër prej atyre premtimeve boshe që ata vazhdojnë të japin, që unë do të ndryshoj, jeta jon do jetë kështu, unë të dua ty dhe e tjera me radhë. Dhe vajza thot për shembull ca pjesë që do ta bën të familjare. Këta tipa janë gjithmonë ata që duan ta bëjnë familjare në fillim. Aq shpejt, jo kinë dorë. Më nis shumë shpejt, domethënë ato do thonë do bëjnë fëmijë bashkë, se imagjinojnë të jetën pa ty, ne të dy jemi bashkë deri në fund. Po, dhe thotë që aq love bombing më bërin në fillim fare, 2-3 muajt e parë, saqë e gjithë lidhen në 3 vite, unë e mbaj ato 2 muaj. Do thënë, dashuria që ka dhënë. Në dashurinë që kishte për 2 muaj, ja mbaj 3 vite. Tani thotë që unë kam tentuar të vras veten, ka thënë, sepse ndjem aq vetëm dhe aq sikur nuk do gjej më askënd. Më duket thoshte sikur po të një dikë tjetër, nuk është ai, sikur po jo po e tradhoj, po sikur nuk jam më vetvete, nuk jam më njësoj. As nuk dua të më prek, domethënë kjo është shumë fucked up edhe sa ajo ka humbur veten atë marrëdhënie. Edhe këto kapen, për shembull, janë ato momentet e bukura edhe ti kapesh te ato edhe thu për shembull nuk ka mundësi që ky njeriu që unë kalova dhe bëra kisha këto momente të jetë ky njeriu se këta njerëz kanë dhe ato që i errsohen syt, i vet një perde zezë, nuk janë aty fare, është bosh, nuk ekziston. Po ti thua, mund ta justifikoj, jo se unë e njoh atë, jo se ai nuk është sikur është me mua, jo po s'është njëri i keq, po ai kur mi bashkë. Ti se diçka kemi folur dhe ai. Nuk janë gjërat kështu siç duket, këto janë thjesht ca momente, ti nuk je prezent ke gjërat që kanë. I lexova te Threadsi, janë gjërat klasike që thon, të gjithë kemi pas momente që kemi menduar që kjo gjëja ka qenë gjëja më e bukur dhe ja vlen që ta shpëtosh, nëse nuk diçka ose dikush nuk ka nevojë për shpëtimin tënd, nuk është fare puna ose detyra jote, i vetmi njeri që ti detyrohesh të shpëtosh je ti. Edhe ta ngresh, edhe ta përqafosh veten. Dhe fillo pak nga pak dita ditës, gjithë fokusin çoje te vetja jote, përqafoje veten, shkruaj, journaling të ndihmon shumë, që çfarë ke në kokë ti nxjerrësh në letër, digji ndoshta emocionet që mos i kesh. Dishik dafina aty, si është dafina me dorë me një. Dorë me një, dafinat pastron energjinë e keqe të dritaret aty. E po na dridhet trupi. Nuk e di ç'a të themi më pas kësaj historie dhe ç'a kanë thënë. Ne s'e ç'a themi më, thjesht ne zgjodhëm që këto histori t'ju tregojmë. Dhe nuk e keni ide se sa shumë goca ka që janë në këtë pozicion, ndoshta edhe janë akoma, nuk e kanë kaluar. Dhe nuk është se kemi qejf të bëjmë shumë morale gjëra, po thjesht për veten tuaj, për familjen tuaj, mos rrini në këtë lloj lidhjeje. Jo, ky nuk është moral, aq sa është ndërgjegjësim që këto historitë ekzistojnë, janë, ti nuk je ndoshta vajza e vetme që mund të kesh kaluar një marrëdhënie të tillë ose mund të gjendesh në një marrëdhënie të tillë, e vetmja gjë që ty të duhet është pak forcë dhe unë e them shumë shpesh, por dashuria për veten dhe vlerësimi për veten do të nxjerrë ty nga çdo lloj situate e keqe që ti mund të jesh momentalisht me atë derrin që mund të kesh në krah, i cili nuk të meriton, dhe nëse nuk të meriton, jepi duart sis. Yes. Okay? Dhe me këtë preachness, clockness të Blertës, ne ju puthim shumë të dyja faqet. Ju duam dhe ju përqafojmë shumë dhe shumë faleminderit që i ndani historitë tuaja me ne dhe na besoni ne si të jemi prifti juaj personal. Shoqituar virtuale. Shihemi në episodin e radhës. Mos harroni të bëni subscribe. Nuk mendoj që ka njëri që ka harruar tani. Edhe follow pa manualin. Pa manualin, po. Follow aty. Paci. Natën. Natën. Ándale.